lini burrat në shtëpi, merrni shoqen prej dore edhe dilni një xhiro. Po, duhet edhe kjo, një herë në javë, një herë në 2 javë, kur e ndjeni juve që duhet një çik të relaksoheni, edhe të dilni si njerëz, domethënë kur dilni me burrat e me fëmijë nuk dilni si njerëz, po burri si njeri e pi kafen. Mamat pastaj nuk e di se si e pin kafen me fëmijët lart e poshtë, edhe kur janë edhe në moshë që lëvizin edhe duhet u vesh gjithmonë nga pas, mos e pyesni se si njeri. Nejse, Eva ka i nga ajo fazë, unë tani po flas për veten time, por tani po u tregoj Evën që po përgatitet që të bëhet gati edhe të dali me shoqen. Siç mund të shikoni, drejtoi flokët, bëri pak make-up, edhe u vesh, çfarë veshi? Veshi këtë fustanin e bukur, siç mund të shikoni, që i shkon shumë, edhe me që do dilte me shoqen ishte mbrëmje, ndaja edhe veshi fustanin, hodhi këtë pellushin nga lartë, që është shumë i bukur, e kam vesh edhe unë gjithë ato herë, edhe dolëm, unë nuk dola, doli Eva me shoqet, siç mund të shikoni, edhe shkuan për të ngrënë, të qetësohen, të relaksohen o njerëz, se na duhet edhe neve femrave të dalim nga një xhiro kështu, të shijojmë një mbrëmje me shoqjet tona. Kjo ishte darka, kështu kaluan vajzat. Hajde, dhe mot më mirë. O femra, ciao.